Paso në Top Albania Radio. Mi mbrëma të gjithë, miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio me Gzim Sinematin. Me mbrëma. Mirë se Se kushëra shumë. po ashtu do I pari. Ed Jo, Manushi. i pari jo. Se çka ka I pari. Të pari duhet të thot për Zeqin. Ai është miku. Tuaj. Ai është Zeqiri Zeko, sot do jetë me ne. Do flasim pak për rikthimin e flamurtarit në superiore dhe për gjithë gjërat e bukura që na presin në ditët në vijim. Lorenzo Emini, Mirëmbrëma drejtor. Ed Manushi sot. Urimet e për fitore. Kemi shumë fitore këtë javë, ka qenë një Ore Gzim, çka ka drejtori që ka kënaqur sot? E shoh të kënaqur sot drejtori. Shiko çka ka mbaruar. Ka mundësi të më ta Ja pa të them rast sepse jam I kënaqur. Ka mbaruar Giro d'Italia Shqipëri. Bravo, po super. Kampionati I Shqipëri. Okej. Kampionati në Spanjë, shumë e rëndësishëm. Te ke qefti. Dhe Samiri që sapo mbaroi para 8 minuta. Tash ashtu që fillon Europiani 17 vjeçarëve, që Se Europiani fillon, po mirë, ato janë evente që na presin. Nesër darkë mund të fitojnë Eurovisionin, kemi histori Po, ka shumë gjëra të bukura që na presin për përpara. diçka ta përcaktoj drejtorin. Sot atje. Unë njoh që të vogël atë. Ai gëzoi shumë kur fitoi PD-ja, gëzohet shumë kur fiton PS-ja, marrë partitë tjetër, gëzohet prapë ai. Doja ta rrëzoj këtë. Ai gëzohet gjithmonë. Si thaj, unë jam atë që fiton. Djali gëzueshëm. Që gëzueshëm. Dëgjoj, kemi arsye për të gëzuar dhe sot është me vërtet ditë shumë e bukur për të bërë pasardhë. Dhe në këto momente po luhen gjysmëfinalet e turneut të Romës në tenis, ka fituar Alcarazi, spanjolli do jetë finalisti I parë, ka mundur italiani Musetti dhe në orën 8:30 luhet Sinner me amerikanin Pol. Ndërkohë në këto momente po bëhet parada e Barcelonës në qytet. Parada e lojtarëve me autobus, mos gaboj, ëh? Po, me autobus. Kemi pamje skuadra drejt tani. për drejt që na vjen nga Top Albania Radio me Regjinë Klojton. Trofeu nuk është dhënë akoma, rrim pak e Barcelonës. Rrim pak me që doli autobusi Sepse- dhe festimet. Ishte parashikuar që dje që Barcelona nuk do festonte dje për shkak se luante në Po, fushën ne e shpjegoj Spanjolit. Dhe të gjitha festimet I lanë për t'i zhvilluar sot. Por trofeu nuk është akoma, pritet që trofeu t'jepet të dielën në ndeshjen me Villarrealin, që është ndeshja e fundit që ata luajnë brenda fushën në Montjuic, do të jetë hera e fundit që do luajnë në stadium, sepse që nga viti tjetër, sezoni tjetër, rikthehet në Camp Nou skuadra është e vullosur tani. Historia që ata do kthehen në Camp Nou. Po doja të ndalesha pak edhe te ndeshja dje që zhvilloi te fitoria me Realin, se ne nuk e prekëm dot në proces. Te kjo Barcelona këtij viti. Si e keni parë ju këtë sukses të kësaj skuadre që I pëlqen gjithëve këtë vit, për të thënë vërtetën. Hajde, fillojmë me Zekon, me që është I pari. Hajde me do ta merrem unë fjalën. Normalisht Barcelona këtij viti është një Barcelonë spektakolare për mënyrën se si luan futboll. Unë personalisht më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë sepse ndërthur një lojë karakteristike që e kanë ADN-n e saj aktualisht me lojtarë që vijnë edhe rriten në akademinë e saj, por me një frym të një trajneri si Flick, një trajner gjerman. Dhe të them të drejtën më bëri shumë përshtypje karakteri I tyre, jo vetëm për sa I përket mënyrës se si luajnë, por karakteri për të kërthyer ndeshjet, sepse ti jesh përsëri gjithmonë disa avantazhe në ndeshje vendimtare, si me Interin përsëri. Ta kthej përsëri, po edhe me Realin ishte 0-2, ishte 2 gola dhe përsëri kishte këtë karakterin dhe vendosmërinë për të kthyer, sikur filloi më kujtojnë ato ndeshjet e lagjes ku loja unë I vogël që gjithmonë edhe pse ishim 0-2, 0-3 përsëri kishim atë dëshirë do ta kthej. Jep atyre do dove. Filloni 2-0 ndeshje. Ky është problemi. Jo, ajo që është tjetër çuditshme se ma Por kujtoi. ishte Reali mbas 2-0, ishte Reali mi tremur se Barcelona dhe ti e shifje në ekran. Zeko një gjë që si ka mundësi që është 2-0 në dizavantazh dhe skuadra luan njësoj, nuk ndryshon, domethënë po ti shohësh, ata nuk ndryshojnë fare, vazhdon njësoj. Edhe me Interin atë ditë një lloj ishte historia. Champions nga ajo eliminuar. Jo, në Champions eliminuar se stilit menaxhoi 2 minutë. Ai futbolli i lagjes. Edhe Ai ato 2 minutë nuk them që ka pak fajin Fliku aty. Megjithatë, aty për aty se do të fuste atë përpara. Ai që mësohet, edukohet, rritet me një gjë, luan gjithmonë njësoj, bën gjithë gjërat ashtu mbi se rrit performancën. Ti nga që ndryshon shpesh të duket çudi se si ndryshojnë tjerat. Unë do të thoja për shembull për Barcelonën. Do thoya për Barcelonën që pse ai është çështje mentaliteti. Ti thua pse luan ajo njësoj se kur është 2-0. Ashtu janë rritur, ata janë mësuar me atë. Po 10 minuta ndisësh 2-0, mos ta prishësh qefin fare se e di që do ndodhi kthimi. Nuk shprehesh dot kështu. Nuk përkthehet, mos ta prishësh qefin. Por është ndryshon ekipi fare, më shumë frikë kishin tifozët sa ata. Nuk ka ekip në botë që është 2-0 në humbje dhe se ka prish qefin. Nuk thuhet e ka prish qefin. Ata luajnë, ma jepte më por nuk përshtypjen prishin në ekran. stilin. Ata nuk prishin stilin. Atë po. Thell qefin e kanë prish ata, se jam në humbje.
por ata nuk prishin stilin dhe kjo është gjë shumë e bukur. Unë nuk e kuptoj, kështu për kthesë qirit. Po pra po nuk dyshon asgjë. Po nuk dyshon asgjë, po dikush është gjë më e bukur. Gjë më e bukur është që neve të gjithë bashk duhet kërkojmë falje njerëzve që thonin mos i Messi nuk vjen, se ky s'vjen, se ky s'vjen. Vjen një 17 vjeç dhe ka bër ato që s'ka bërë njëri 17 vjeç. Të duhet të themi ne, nuk e dim, futbolli s'ka siguri si vjen nesërmja, nuk e di çfarë do bëj 19 vjeç, nuk e di çfarë do bëj 21, por 17 vjeç, shfaqje më të bukur se Yamin Lamal nuk kemi parë 17 vjeç. Biles, ti ke qenë i parë që ke thënë po vjen njëri i mirë, ne bëm shaka, tham që i mirë është, po jo kaq sa e bën ti. Ai i ka përzeu gjithë kufin, i thyu limitat. Jam gati të hedh një tezë, po e kam shumë të fortë. Me qemi ke Barcelona. Pedri apo Yamal? Yamali më manush ça Pedri tash i iku marroja punë. Se di. Marroja punë. Po më argumento. Manush të argumentojë me dy fjali. Me dy fjali. Ato që bën Yamali, ato që bën Yamali nuk vinë me pasimet e Pedrit. Vinë me virtuozitin e tij. Okej. Me këtu fillon Nuk janë varur fare nga Pedri Yamal. Yamali i ka dhënë Zoti talent që ta krijojë vet atë që bën. Të tjerët janë të varur nga Pedri. Kurse unë edhe një si Pedri kam vite pa e panë. Po janë dy pozicione krejt të ndryshme. Shumë si ka mo. Ka lidhje fare njëri me tjetrin. Po nuk bëhet krah ti oreo zotri. Ka sensin e ti me këtë krahasoj Yamalin me një Sul Muskrao me se ekziston ky krahasim sa i sot është më mini bot. Po them për pesh specifike në një skuadër hedh të tezë. Pedri apo Yamal. Dje, kjo dhoma të zhveshjes drejtor kam pa që të gjithë bashk lojtarët e Barcelonës, Pedri, siç bëjnë tifozët në stadium, bënin të gjithë njëkohësisht Pedri, por fshir Yamal. Nuk bën Yamal. Pra, edhe u hedh një sondazh shumë i rëndësishëm dje në faqen zyrtare të Barcelonës dhe thoshin, na jepni me përqindje sipas jush, i thonin tifozëve, kush është vendimtar në këtë fitore. E dini ju kush fitoi me 60%? Ai e di. Pedri. Jo. Flik. Ke fitoria e djeshme? Jo, ke gjithë Barcelona e këtij viti. Pra, 60% Flik. Pra, dua të them, patjetër që ai është unikal. Tani ne kemi pranuar futbollin e parave. Futboll dhe kapitalizëm, unë qofse ka futboll parash, unë futboll me parave do si Barcelona. Do të thënë që është një futboll që pavarësisht se u rraf nga Interi, ne mbaj mend, unë do mbaj mend Barcelona në natë. Nuk ka nevojë që të marrë trofeun, ka nevojë për çfarë bën gjatë gjithë vitit se si na i kënaq syt ne. Edhe fitoret me Real Madridit kanë shumë dramaticitet dhe bukuri brenda. E di pse se du ta lidh këtë me situatën e përgjithshme. Është koha e lënies së një gjurmë dhe emri të mirë më. Klubet e pasura do harojnë, do kalojnë, nuk s'do ngeli asgjë. Se vlen edhe për këto njerëzit e politikës sot. Është koha e lënies së emrit të bukur. Manush, të do kuptoj gjithmonë. Shikoj, si çfarë është afrohen. Ja, çdo bashkë ndin deri ti me Mourinho, na si gjë si mban Manush. Do marr edhe flet Manush. Po gjithjetër flet për Messin e Barcelonës Messin, pavarësisht se u rraf atë. A mund të shikojmë lind me autobusin mbajt më. Fitoi tripletën atë. Autobusi pra. Po mirë. Po u po them për futboll çfarë mban mend? Se autobusat kemi sa dush. Jo, ajo që bëre unë për shembull duhet të them diçka. Pavarësisht i modernitetit të futbollit të sotëm edhe futbollit të biznesit, se futbolli tashmë është biznes për shumë vitesh, po tashmë është në një farë mënyrë është kryefjala e kësaj. Përsëri vëmë re në futbollin e Barcelonës me këta lojtarë të rinj, me këta lojtarë që rriten edhe kanë këtë dëshirën dhe pasionin për të luajtur futboll si fillim. Kjo është, si të thuash, epitome. Piedestali që neve besojmë ende te futbolli sot. Patjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, ashtu siç e shikoj unë që ata janë shembull, marrin vlerë ekipet zinxhir me vlerë për të rinj, jo shembull për të rinj që të rinj mos ta shuajnë këtë pasionin, entuziazmin që i kanë të rriten, e të shikojnë, do shkoj, do mbaj sepse më pëlqen Yamali, do mbaj bluzën e tij, do bëj një lëvizje si Yamali, siç kam qenë unë. Është modeli i bukur, edhe ky Paris Saint-Germain që ka sjellë Champions League, jashtë klamurit të lekëve të harxuara për gjithëmdhën, po lun në lojtar francez, disa kanë dalë nga akademitë. Pra, kjo është kjo bën të bukur futbollin. Kjo gjë kjo pati një moral Manush. Kjo që theti tani duhet më gjatë të flasësh, domethënë s'kemi kohë sot, por Paris Saint-Germain ra me këmbë tok, kur Paris Saint-Germain më i varfër midis Parisëve më të pasur. Po këtë pra Neymar, Messi, lojtarë të shpenzuar shumë, nuk arritën sukses. Momentin dhe unë votoj për atë trajner që tha kur ti ke Mbappé do jemi më të fortë. Edhe i doli fjala, edhe janë në finale. Nuk e di fiton si ton, sepse ka një lojë fjalësh tani. Ka një lojë fjalësh tani, nga një lojtar e prish grupin. Një lojtar që është dëgjova një, mani me tre. Po ishin tre aty që prish grupin. Ai dolin tre, Globo të mirë thotë do fitoj, nuk fitoj gjë, kjo është e bukur gjë. Po shohësh tani, vajtja e Mbappés te Real Madrid duket sikur ka prishur pak aty harmoninë aty. Po duhet i vinishur se i thon gjithë vitin tjetër. Vjet Reali ishte një skuadër më punëtore.
Pra kishte ato Ozelun aty, gjithë shërbim të Vinicius. O Glendi, do të them Tani është ndryshe. Glendi, desha me thënë çfarë, po vazhdo ti o temën. Shikoni autobusi e ekipit më të mirë nga më të mirët në botë. Shisa afër janë me njerëzit. Më kujtua kur erdhi kombëtari jon nga Evropiani, nuk takoi asnjëri. Nga Rina si vajti direkt kryeministri, nga kryeministria në president. Këto janë ekipe që i dedikohen tifozëve njerëzve. Neve bëjmë llafe kot gam. Neve ja shesim shtrenjtë biletën njerëzve. Tani me kombëtaren shkon bileta 400-500.000, 500 euro. Do shkoj bileta dhe nuk është ekip tifozësh, ekipi jonë, është ekip presidentësh, ekip federatash. Shiko ç'bëhet atje. Ekipi më i mirë është puth dorën e njëri tjetrit. Tifozët me ata. Ti tani fillove prishe të marrëdhënie me tifozët, se grindu atje, grindu këtu, prishet nuk ajo. grinë atje. Ja, s'është kështu. Po pra, Do gjëra që kanë do ishte prishur marrëdhënia me tifozët që në momentin që ti ja shet biletën, ti ke luajtur me Francën, se ke pas biletën 400.000. Ke luajtur me Spanjën, se ke pas biletën 400.000, 500.000. Luan me Serbinë, me armikun në thonjë, i dashur armik po themi, dhe shet 500.000. Pse kushton ka kaq shumë kjo ndeshje me Serbinë? Domethënë i bie sa më shumë sa duash, aq shumë ta bresh biletën. Çka truku përdor federata, do thotë që un kam vënë filtr, s'do shkonin në stadium, pa ju që do vini dhe pagoni shtrenjtë. Gjë qefi më kush do. Po një gjë A çoj 1 milion, a vash arena jon në stadiumi po bëhet Madison Square Garden. Ne u morëm me biletat në bas. Merrem me biletat e Dukës. Që çdo javë, sa herë që vjen ekipet, ka çu 500.000, ka thyer rekordin këtë radhë. Shikoni sa është Champions League, finalja, shikoni sa është ndeshja me Serbinë. Këtë krahasim bëni. Pa dhe në finalja që më zi shtrenjtë. Tregu i zi është 30.000 euro bileta kam parë. Tregu i zi është federat tu. Tregu i bankës. Kemi Barcelonën, se do ta harroja. Një krahasim, di pse them që Yamal është më i mirë se sa Pedri, sepse dhe Pedri vet në fush, kur është në vështirësia dorëzon topin Yamal, tek e vëre. Është ai që udhëheq ekipin tani. Se kape sensin e kësaj çolla unë nuk e kape. Jo, ai thot diçka tjetër. Nuk është tash më i mirë ai apo ai se s'ka më të mirë aty. Ti nuk e gjykon dot një lojtar. Rafa, aty po aty të mirë gjithë, edhe Fermini që hyn po them që Pedri po them për pesh specifike në një skuadër. Pedri që kemi parë këtë Po vit. ishte Pedri, këtë do të them. Po ishte Pedri këtë Pedri. viti ishte një fenomen i jashtëzakonshëm. Është rradh, më uska parë Ai tash. nuk duket. por diferenca ka Yamal pra. Po çfarë lirimi bën ai ekipi kur merr topin, kur rrotullohet. Pastaj ti do të gjykosh dhe diçka. Rregulli i cili ka luajtur ai këtë vit. Ai ka bërë 200 ndeshje, këtë vit 65 ndeshje këtë vit. Dhe pa u dëmtuar fare, dhe është një ecuri e jashtëzakonshme. Ai ka vuajtur nga dëmtimi. Ka vuajtur 2 vjet, ishte tmerrshëm, luante 2 ndeshje, pushonte 2 muaj. Ai këtë vit unë nuk shoh një mesfushor si ai në botë. Nuk ka sot një mesfushor si ai. Gavi ka humbur si vjet. Dhe ai bën mirë që duken gjithë tjerët mirë. Kupton, ata kanë i treshën mesfush. De Jong, Pedri, Dani Olmo. Ata janë nuk besoj që kanë një mesfush tjetër se ata. Po janë mesfushor që nuk përplasen, nuk luajnë me kokë. Kanë vështirësi ndoshta në vrapim, janë në aspektin fizik janë dobët, po ama e rekuperojnë me fantazi. Ata zvoglojnë çdo skuadër, ata zvoglojnë Inter, Real, zvoglojnë gjitha ata 3 nga 1.60, po kupton ti çfarë Reali shumë i vogël kur luajnë ata. Dallimi qëndron që nuk është absolutisht diçka bardhëzi, diçka ti marrë. Ka ndodhur revolucion më burr, se ky diferencë ka qenë në Spanjë gjithmonë. Po ka ardhur ai, ka ardhur është akumuluar. Savi këta ishin gjithë xhuxha, njerëz shkurtër, shumë inteligjencë të tjerët, që të dobët me kokë, ajo vazhdon më vllash, një vazhdim tradite. Mos bëni shumë ka ndodhur çudi valla. Jo, është në ADN-n e ekipit. Nuk kanë qenë ata. Ata kanë qenë inteligjent, nuk kanë qenë ndodhur. Mirë, po shko deri në fund. Ne vazhdon ata. Tani kjo historia e Barcelonës këtë vit na ka dal Pedri Xhamal, se deri tani Barcelona s'po gjet e vet. Dje Flikun e pyetën për këtë sistemin e mbrojtjes, se ndoshta ajo është e reja që ka futur Flik këtë vit. Se pjesa tjetër, domethënë ajo tresha përpara përgjithësi ka qenë. Offside artificial. Po, offside artificial që bën ai. Domethënë ajo mënyra, e disa gola kishte shpëtuar dje, që dëgjova 32 gola. Ai tha dje që mos kishte offside. Po mos kishte VAR, po 32 gola do. Çfarë shpjegimi bëri dje? Tha në qoftë se nuk do ishte vendosur vari automatik, pra ai me ku gjende dhe milimetri dhe maja këmbës, nuk do bënim të lojë tha. Ajo na favorizon. Ajo na favorizon se vjetu fut në Spanjë, se nuk e kishte Spanja, kishte vijën. Siç kemi ne vijën, kishte vijën. Kurse ajo futi aty gjende centimetrin. Dhe ai tha, mu desh shumë kohë për t'ia mbush mendjen lojtarëve, sepse shpeshherë ata nuk ishin dakord. Po duket risk i madh. Por e kuptuan që po të luajmë ndryshe, pra po të riqemi mbrapa, do lodhemi më shumë. Do harxhonim më shumë energji, më pak topa do merrnim, kurse kështu
Jo, I gjithë mekanizmi duhet lëvizin në të njëjtën kohë. Tamam të Që ata bllokojnë kundërshtarin. Po sa gola, me Idrik kështu e Tani golin, ata kanë mësuar gola, po kanë bërë 170 gola. Kanë bërë pafund Është jashtëzakonshme numri golave që kanë bërë. Kjo tregon edhe për karakterin e vet edhe të trajnerit. Kjo është merite totaliste Flikut, se ai duhet duhet logjike, ka një konsideruar ka një analistë saktuar që merr vendime që ka një risk kaq të madh, po është një risk e kalkuluar thonë. Ai ka patur që në Spanjë kanë bërë pak Jeron, kanë qenë këto 3 rregullat e famshme të Flikut këtë vit. Njëri nga rregullat është grumbullimi për ndeshjet. Pra 24 orë para ndeshjes gjithë ekipi bashk. Rregulli numër 2 është asnjë tolerancë për vonesat. Është gjerman. Po, e ka shumë bezdiet. Trajneri vjen i fundit gjithmonë. E ka thënë gjithmonë. Pra i gjen gjithë lojtarët atje në stërvitje kudo. Kush vinte me vonesë, humbiste informacionin. Dhe rregulli numër 3, që ishte pak i çuditshëm, por është veshja e skuadrës. Kur shkojnë në stadium do jenë gjithë me uniformën e ekipit. Sepse po të shohim vjet, skuadra vinte, secili vinte me uniformën e vet. Uniformën e vet. Tani Veshjet sipas dëshirës. Jo me kostum, me tuta. Tani me uniformën e skuadrës. Nëse skuadra vendos me tuta do jenë gjithë stadium. Dhe dje kishin kapur disa momente dhe ndeshin me Realin që gjithë lojtarët ishin të veshur një lloj kur futishin dhomat e zhvetë. 10 për shembull bënte Jeron Kundeja që vinte me ca veshje shumë të çuditshme. Mbamon që ka pasë japin gjithmonë francezët kur shkojnë grumbullim, futen veç ndryshe kur shkojnë aty në grumbullim dhe i marrin për model. Ka kështu rigorozitet. Dhe dje për shembull më pëlqeu diçka. Që skuadra donte të festonte pak aty në mes fushës me Spanjolin. Ai shkoi atje i tha gjithë duke u luritur. Ka pasur incident me Spanjolin. Para 2 vjetësh kishin incident. Pra ai prandaj s'donte të vazhdonte dje me një situatë dhe i mori. I tha ato nuk donte që ta marrin kupën atë ndeshjen me ata. Futuni brenda dhe festoni brenda. Futur në fushë tifozë të Spanjolit para histori e vjetër. Po ka patur dje. Po dje goli, si ishte goli Lamali dje. Ajo nuk e di, ajo është. A Gzim Sinemati, tregoj pak për golin. Domethënë, unë do të thoja goli nuk e pash direkt, nuk e pash, po e pash sot në mëngjes veshjen edhe atë përmbledhjen, por kjo është pjesë e një antologjie gola shumë cilësor, shumë të lartë. Ajo që bën çudi është që si jep ato zgjidhjen atë moshë aq të re, do të thoja që mua më vjen qejf e shoh një këndvështrim shumë rrallë, po vdes e majta. Po vdes ka më majt, ka shumë pak njerëz që bëjnë spektakël në të majta. Që luan djathtë. Unë pëlqente shumë, gjithmonë shikoja me prirje kremën e majt. Dhe ky është e majta më e bukur sot për sot, është jashtëzakonshme. Dhe që 17 vjeç. Me pajtën i Radik i goli? Po. Fut qendër. Topa me të jashtmen se Zeqiri ka qenë. Po si bi ja me trin me çajra. Me hark brenda. Jo, me hark brenda. Me hark brenda, po me hark shumë e vështirë me element vështirë shumë element. Ai vjeçme. Po tavam aty nevojë çik kloj aty nevojë. Ai pa ndeshjen me kujdes. Kjo isha komente kur jen komente shef më mirë. Ne mund ta shohim se digital bi kemi drejtë golit, mund ta shohim. Për rreth 50 minuta nuk e lan fare. 1, 2, 3 lojtarë dilnin përpara dhe i bllokonin dha të futjen në qendër. Po ama në një moment ja mori Olmo kundërshtarin dhe ai pa një hapësirë aty. Aq i duhet. E çoi topin përpara, po ka një mënyrë vrapimi që është nuk e di sigurisht ai speshon fare. Teknikisht. Pa dhe goditje direkt. Mua më bezdis në njëra se e tenton 3 herë para se ta bëj një gjë, se edhe me Realin e tentonte, edhe me Interin atëre. Dhe ndonjëherë humb në një top nga këto. Nuk e di nëse duhet folat i Djaloshi që ti jeti çik më Manush, po nuk e humbi 3 herë, nuk e bën dot një herë. Ore ti tush Asis kur si 100% i sigurt. Manushi do që ta gjej 3 herë, ta bëj 3 herë. Ai e ka meritën për ti për atë. Dinamika e këtyre. Në fakt ai gol ban emrin atij ka rrezik. Ato 3 këtë që aty duhet ta quajë 3 këtë Xhamal. Që 70 vjeçari. Skandale. Kjo që më pëlqen. Si? E të mërshme, që 17 vjeç me një, nuk e di, domethënë nuk ne s'kena pa, nuk e di Maradona Gzim kur ka qenë kaq i vogël. 17 vjeç, kjo është faqa më e bukur. 17 nuk e pas, Maradona në Itali 82-shin ishte 18 duket. Jo, s'ka qenë 82-shin në Itali. Por Maradona, në Spanjë, 82-shin në Spanjë. Po flasim Edhe Spanjë mendoj që botrorin. Ore, më mendon 7 me Gentile. Mos e lodhni kot memorien, asnjëri nuk ka bërë Juniors, ka qenë Maradona. Maradona në 82-shin sa vjeç ka qenë, ma gjeni çik lutem, edhe Maradona. Ne shohim. Kishte erën e futbollistit të madh se unë vëmë në Argentinë atëherë. 22 vjeç ka qenë 82-shin, ka qenë 60 Maradona, viti 60. 18, 17 vjeç ka qenë me Argentina Juniors dhe ka qenë ekipi që ka ardhur Boca Juniors. Po bote gjëra çuditshme dhe ai atje. Atje bote gjëra çuditshme në mosh. 82-shin ka shkuar me Barcelona. 82-shin. Po pra atë vit nga botrori është shuar dhe Maradona në atë mosh. Pikërisht për të majtën e tij. Po krahasojmë Xhamalin me Maradonën, nuk e di më çfarë mund ta krahasojmë. Edhe ky është 17 vjeç, por ka drejt Gzimi, nuk e di çfarë do ndodhi me atë 19 22 23.
Ai sot për sot në rrugën e Durrës. Po të pres. Nuk ka si ky. S'ka si. Ka pasur një. Jo vërtet. Për shembull, trofet, ky ka fituar 5 trofe deri tani. Po. Këto 5 trofe, Ronaldo dhe Messi për shembull, i kanë fituar kanë qenë 23 vjeç. E qartë. Pra 6 vjet më mbrapa për të fituar 5 trofet duke qenë protagonistë në fushë. Pra po duhet të qenë kujdesshëm për eksplorim, Krahasime ti nuk bën dot me asnjë lojtar, sepse është brezi, është futbolli është sport. Ai do punohet atë, atë e kanë dorë ekspertët. Po sikur mos ishte shfaqja personale individuale e Jamalit, do flitet ndryshe Barcelonën. Ata kanë dështuar për të qenë finalen e Champions League-s. Tani ne merrem Jamalin, por për Barcelonën shumë i madhe që s'është Champions League finale. Neve merrem me suksesin e Barcelonës kampionat, merrem me spektaklin e Jamalit. Barcelona duhet të ishte finalen e Champions League-s. Qiti vetë vulën një sezonit jashtëzakonshëm. Ata do shtuan për këtë punë. Po, Edhe kjo erdhja e Jamalit në sken është një lloj ngushtimi, një lloj maske për Barcelonën. Okej, dakord jam me këtë për tifozët më tepër. Jo për tifozët ka të drejtën e madhe. Fituar 3, ka fituar Super Cup. Brava Real Madridit me Champions League-ën. Është shumë bravo. Po, mirë, nuk diskutoj. Dhe Barcelona synimi Brava është në kampionat. Synimi hapur është ajo i fshehur është pastaj që të merrem me shfaqjen e Pedrit, të Jamalit dhe këtij. Barcelona do të kapi sa më shumë kohë për të marrë Champions League. Ne të dy nuk jemi dashnor trofesh. Dhe ne të dy jemi ne për shumë tifozë, Tjetër historike. Më e bukur do ishte një finale Paris-Barcelona, do ishte një finale spektakolare. Ne shijojmë futbollin nga gjitha anët. Kjo Barcelona e këtij viti vështirë ta harrojmë, edhe për një lloj futbolli që ne solli. I lëm trofet më njanë, sepse kjo mban totalisht vulën e Pedrit dhe Jamalit në aspektin viziv dhe estetik. Ibrahimovicit ishte perl fare që thoshte si ka mundësi një ekip si Barcelona mos jenë finale e Champions League. Shiko, prandaj është futbolli i bukur. Futbolli po ishin gjithë parashikuara pastaj. Po shpik dhe antitanku, kështu që ata janë ekipi që mbrohet më mirë, ekipi me eksperiencë. Po çu ditë bënë surprizë Paris Saint-Germainit. Nuk është rastësi që do të bëjë Barcelona në finale me Parisin se Interi. Jo, po ti çik simpatizant i Paris. Nuk duhet të s'bën fare vlerat për atë. Edhe Interi zoti as bën fare vlerat për atë çarit, si do të shtyhet. Patjetër se një skuadër që ditë mbrohet, ditë bëj gjë. Është momenti për shkëputjen tonë të parë. Ora eksakte, sa është Manushi? 6:30. Na sjell Verde Watches, ora më saktë qytet, ura e vogël, dyqani Verde Watches, blini dhe bëni dhurata të dashurve tuaj. Mos hezitoni, vetëm me Verde Watches. Rikthehemi në këtë pjesë të pasos, është momenti për të bërë rubrikën tonë ka jetë për te futbollit, ku bëjmë lidhje me presidentin e Federatës Basketbollit, zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma zoti Ponari. Mirëmbrëma. Si ka qenë java për ju? Si ka qenë me lëvizjet, me ju pashën në stadium me ndeshjen me Gnatian në finalen e kampionatit? Mora pjesë ka finalja. Si sponsor, si gali. Me shpresën se do fitonte Vllaznia. Nuk fitoj. E meritoi Gnatian fakt. I hershëm. Dhe i bër me Vllaznin që kur lunte Vllaznia me Rapidin e Vienës në 7-9 kur ka qenë. Çfarë skuadër? 2-0. Çfarë skuadër? Anyway, mund bëjmë një pyetje jashtë linje zoti Ponari se ne ishim Sigali ishte edhe sigurusi i Giro Italias. Besoj ti e di apo se di? Jo, për zotin jo nuk e di edhe që ka lajm i madh. Ne kemi qenë sigurus të gjithë kësaj gare të madhe me një vlerë jo të vogël, të cilën e mbuluam të gjithën. Po si sigurohet një garë zoti Ponari? Gara sigurohet përpara sigurohet për dëmët që ajo mund të shkaktojë të tjerëve. Jashtë saj, pra mund të ketë aksidente, mund të ketë dëmtime. Po ta kishte goditur ajo dhia atë futbollistin zoti Ponari. Ne do paguanim lek atë ciklistin, do kishim paguar një lek, e mbamën atë historinë e dhis atje në Ducat që e pa italianin edhe ju fut me brir. Ne kishim përgjegjësitë e kësaj gare në territorin e Republikës Shqipërisë. E kuptova. Dëmet e mundshme shkaktuara nga ajo i pagunim ne. Dëmet e brendshme të sportistëve i kishte vetë Federata e Ciklizmit e Italisë. E kuptova. Kështu që doli me sukses besoj. Çfarë mund të jetë? Zoti Ponari na shpjegova çfarë mund të jetë një dëm i jashtëm. Për shembull një makinat e garave përplasen me njerëz. Përplasen makinat e për shembull kur një ciklist rrezohet, për shembull siç ndodhi, dëmtojnë objekte të rrugës, dëmtojnë. Ky është pa shumë qartë. Plot objekte gjëra që mund të dëmtojë dhe mund të shkaktojë. Domethënë, jo të vogla. Dëmtimet e ciklistëve nuk përfshihen një përplasje, për shembull një aksident. Ciklisti ishte i cifruar vetë nga federata.
Ti e di që ne kemi qenë në sigurues e ardhjes së armës së Skënderbeut në Shqipëri. Këtë e di vetë, këtë e di shumë mirë. Ka qenë pra janë të ngjarjet e mëdha. Keni ju, domethënë si gal 4 ditë në këto siguracione të mëdha ndërkombëtare sepse është emër që ngjarjet e mëdha na takojnë ne. Po. E kuptoj. O zoti Bonari, kam një pyetje se nga zyra juaj komode ju shihni sheshin e Tiranës. Ç'a shihni sot në mëngjes aty nga zyra juaj? Mëngjes pash shi tapetin e kuq. Po. Kryeministri që priti me radhë gjithë një nga një qeveritar. Kryetëtarët e shtetit dhe të drejtën ishte emocionuese. Patjetër. Pikpamjen e shumë lloj pikpamjesh. E qartë. Sepse është ngjarje e rëndësishme. Biznes të rëndësishëm të vendit tonë. Patën takime sot me krerë, stafet të tyre kështu apo si ishte një ditë si nuk ishte për kështu gjërash kjo ditë. Kush? Them biznesmen, siç është rasti juaj, patët ndonjë angazhim, ndonjë takim me homolog me gjëra në një biznesmen në përgjithësi janë njerëz që provojnë para taksa për shtetin. Ata janë gjithmonë janë vetëm për të shah si oligark, për të shah si njerëz që rrjepin, ata në fakt janë njerëz që punojnë, kontribuojnë, paguajnë taksa. Dhe çdo biznesmen derdh më shumë se 40% të ardhurave të tij në shtet. Pra janë taksa shumë të mëdha të gjitha llojet, kuptoj. Në këtë pikpamje. Kështu që biznesi është gjithmonë pak larg. Ajo që ka qenë për shkak që unë e kam thënë ky zëri i Amerikës para 8 vjeç kur zot Trumpi dhe në ceremoninë e inaugurimit të Trumpit në Amerikë dhe ishte ftuar ky zëri i Amerikës. Kush ishte e veçantë më pyetën gazetarja e zërit Amerikës, thash, hera parë që një biznesmen ngrihet kaq lart. Dhe kjo ishte arsyeja që unë më shteta fort. E vërtet. Ai që bën biznes, ai që drejtoi edhe ekonomi, drejtoi gjithçka që ka të bëjë me marrëvajtjen e punëve të shtetit e tjerë, sepse është një mendje në punë 24 orë, e cila mendon për të realizuar ato qëllime dhe objektive që ka vënë vetes. Interesant. Nga basketbolli në 3 fundit çfarë kemi? Nga basketbolli do marrim pjesë në ekipet kombëtare të meshkujve, në finalet e Eurobasketit që fillojnë nëntor dhe pastaj janë të gjitha tani fillojnë garat e moshave, janë 6 ekipe, 3 vajza të tem, 2 bëhen në Shqipëri, njëra në Tiranë, tjetra në Shkodër, me Euro, domethënë kualifikimin e grup moshave që tani po zhvillohet ajo kampionati i U17-s, ne kemi 5 vjet që zhvillojmë U16, U20, U18, U20 në Shqipëri. Por duke qenë basketbolli vockël dhe duke qenë media pak jashtë sferave të basketbollit, bën gjithë reklam për futbollin dhe në fakt thonë pak gjëra për ato. Vinë 12 ekipe në Shkodër dhe 12 ekipe në Tiranë. 24 ekipe basketbolli, 24 shtete marrin pjesë në këto 2 aktivitete të rëndësishme. Dhe ne shkojmë në 4 shtete të tjera bashkë me ekipet e tjera që do marrin pjesë. Shpresojmë të kemi edhe këtë vit, siç patëm vjet. Okej. Patëm vjet disa medalje, në parë 2, 3 dhe si vjet shpresojmë që të kemi medalje. Kemi moshat në 20 vjeç janë moshat që japin medalje në Shqipëri dhe në basketboll. Okej. Ne kemi një lloj eksperiencë edhe në këto lloj organizime. Zoti Bonari, një këshill të fundit. Çka ka të veçantë Dobërdoli, kjo zonë e Tropojës që ne vizitojmë javës tjetër? Është vendi më i bukur. Është vend strehimi i Musës së Halilit. Aha. Pra legjenda e kreshnikëve. Është një perl që ti do ta shohësh një herë dhe do thosh se ka mundësi që unë jam arritë bot 40 vjeç. Ditën e shtunë më ke aty. Po dëgjoj, ka punojës kjo hoteli, kemi hap hotelin se kemi staf të lezetshëm. Duhet jeni dhe ju i ftuar. Kjo fjalia që thotë që hap hotelin, kjo për shembull më çudit mua se hoteli rri gjithë vitin i hapur, edhe nëse s'ka njerëz ai vazhdon të pret. Të ngacmoj se di që ke zgjidhur çështjen e dritave dhe për hotelin tuaj flitet shumë mirë, kështu që atje do jemi. Zoti Bonari, për qafime javë të mbar dhe ke muli dhe Alili takohemi. Hajde, shëndet. Të mbar në vendin më të bukur në botë. Okej. Ishim me zotin Bonari në bisedën tonë të përjavshme. Momenti tani dhe për të falendëruar Beauty Point, eksperienca e parfumeve dhe të mirave kozmetike vjen tani më afër jush në dyqanet tek rruga
Mine Peza tek qendra tregtare Ring Center, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, por më shumë informacione mund të merrni edhe në faqen e tyre beautypoint.al. Super. Arrim pak edhe me që e prekëm pak dhe me zotin Ponarit e një përmbledhje e kësaj finale së kampionatit, Lorenz. Ti e ndoq edhe nga afër këtë një diferencë shumë e madhe ndërmjet Vllaznisë dhe Ignatias në atë ditë. Domethënë nuk e di, sikur s'pam ndeshje fare, nuk e shijuan fare finale. Ashtu ndodhi, edhe pse duhet të thënë që diferencat nuk është se janë aq të mëdha, me thënë drejtën, por Vllaznia, me thënë vërtet më duket diferenca shumë po mëdha. sepse po ti shikosh Nerë më Detyrin. duk dhe modit. Më vinte një herë futboll nga Ignatia, Jo, me një patjetër. diferencë shumë madhe. Vllaznia atë ditë ishte në ditën jo më të keqe. Unë se kam parë Vllaznin kurrë ashtu. Jo, Vllaznia edhe me Dinamon pati shenja Vllaznia kishin se një i lojë loje. Atë ditë nuk Edhe me Dinamon në të varfër kishte lojën me thënë vërtet. Ne gjithë dua Vllaznin. Po shumë ndonjë ditë do kisha dashur që të ishte Dinamo, ndoshta që mund t'i bënte pak. Ja, pra, Mund të ishte interesante finali e Dinamon. Ja ta mbaroj një mendimin unë, pastaj ju mund të ma kundërshtoni. Unë atë ditë se kam parë kur Vllaznin më dobët se gjithë sezonin. Domethënë, ndoshta dhe stresi madh që ishte finale, ai presioni që kanë nga gjithë që i duhet titulli. Tifozëria po, se kishte 24 Gjithë vjet ato pa thashë fituar. temet që qarkullojnë që nga dhjetori që titullin do e marrë Vllaznia, i është premtuar e këtë, gjitha këto. Imagjino atë ditë në stadium, dëgjojnë të fitoj Benet Beci, thashë apo do fitoj Elisa Spiropali. Po ju them edhe i diçka tjetër. E lidhi me politikën. Që se tani po lidhej. ai rasti Malajt në minutën e 25 për mua është penallti e pastër. Që nuk e dha rasti Vllaznis. Ndërhyrja me takë mbrojtësit. Por mua ishte unë se kuptoj fare Po se se preku më Lorenzo. Jo ka prekur dhe në gjuhë. Po ti mos ti shikon ndërhyrje se si Ti arbitër tuaj, s'kemi ti çfarë. shikon ndërhyrje se si shkon. Ai shkon direkt me takë. Po deklarata e Marciniak që tha unë s'kam pa federaci kjo, uroj që edhe Polonia ta kishte i federaci kjo. Si u duk juve? Për zyrat, ishte për zyrat. Mua s'u befaso, mua s'u zyrat i kemi befaso fare moderne. sepse këtë e tha dhe Shevchenko, këtë e ka thënë edhe presidenti hollandez, këtë e kanë thënë Si mund gjithë. të flasi Marciniak? Këta ose kanë. Po si ka mos zyrat në Hollandë, atje Poloni mund të kenë zyrat e dobta. Kanë kështu. Pse nga zyrat madhe futbolli? Po më vaj, ai tani një futbolli shqiptar. Ai tha sigur ta kishim dhe ne i federaci kjo. Ai duhet thoshte sikur ta kishim dhe ne një nivel finale si kjo. Çoj tha, mendime do i çoj. Do i çoj mendimet atë. E di se kujton kjo Glendi, më kujton gjithmonë një histori që kur u bë 15 kaçi, ja kam dërguar lencet dhe ngelet hym kjo. Kur u bë 15 kaçi, vjen një nga Suedia dhe një miku jon e çon kjo 15 kaçi. Një ditë para se tikte në Suedi, i tha si duket ta? Kë godina madhe tha, si duket ty tha se unë iki nesër. Edhe ky tani Marcinjaku, albiti më i mirë në botë, nuk flet fare për futbollin, s'flet për asgjë tjetër, nuk tha bëte fotografi me Enea Gjorgjin, fotografi me tjetër me këtë. Edhe na thot në këtu që bo ça godinë keni ju të federatës. Ai nuk e di fare që këtë federatë për 950 veta, me bashku gjithë klubet bashkë Superligës dhe kategorinë e parë nuk ka shumë punojës sa ka bërë në federatë. Dhe pse i duhet futbollit shqiptar një federat me 150 veta brenda aq e madhe, edhe që i është shpenzuar miliona euro, kur na vin Shevchenko thotë unë sa e madhe, vjen Severini thotë i paskën zyra më të mëdha se të mijat. Po duhen mos ata Se ndodh kjo. Kjo A di se ndodh kjo se jemi vend abuzimi, se i bëjmë gjitha stadiume. Ja që ka ke pati politikën që vdes për të bërë stadiume. Jo, kam fjalën për se ndodh që gjitha këto deklarata nga këta personalitete themi, të gjithë kur vijnë këtu shprehen në këtë formë, në këtë mënyrë. Pse ndodh? Ne si profesorë ata se njohin me themën çfarë ndodh. Ata nuk shohin çajin me. Ato thënë që çat pëlqen. Ata mësojnë çat duble. Dhe ne dum prava. Ka thjesht fasadë, ata vinë me prava më të madhe. Ka se të vet. Me prava më të madhe vinë ata. Edhe një fjali për Edhe këtë. këta ciklistët lexojnë një reportazh sot për ato ciklistët e Giro d'Italias, kishin dy ciklistë që thoshte jo më tha, në këtë rrugë ku po bëjmë gar tani po na zë gjumi, ta ishin mirë në Shqipëri tha. Aty do të kishë gjithkohon tha. Se e vigjilent. Ishte vigjilent tha. Edhe i diçka tjetër për Final Fourin që mendoj që domethënë ishte dëgjoj Lenzo do të them dëgjoj për atë finalen se mos kthehemi prap. Ti the që se kisha pa një Vllaznin ashtu. jo, ai çdo ka mundësi domethënë një ekip i Unë tillë. nuk kuptoj dot në qytetin që ka lind futboll. Ku kultura futbollistike është e konsoliduar prej 100 vjetësh. Si ata përgatiten për të qenë fitues të kampionatit, kur e pan ekipin se çfarë ekipi kanë? Pse përgatiten ata? Ai doshin ti vite dhuratë kampionati. Me atë ekip nuk merr kampionati. Ata e pan shumë mirë çurinë e Vllaznisë. Atëherë kjo tregon për sistemin ton, që këtu kanë po pati një llaf që thonë që do na japin kampionatin dhe erdhën se më e keqja është pse bëhemi gati të na Gjatë japin. vitit Vllaznia ka bërë Si ishte për kampione? Po jo, ma jo. Si ishte për kampione? Po si ishte për nën Si ishte kampion. për Ka bërë kampione? ndeshje të As mira. për nën kampione. Ka bërë ndeshje të mira. As për nën kampiones. E vazhdojmë diskutimin për kampionatin, bëjmë një shkëputje dhe edicion informativ se
nuk i shkëpusim dot, kështu që Ta bëjmë edhe një të fundit fare. Top standard. Robineteri dhe çdo gjë moderne Gzim Cinematic keni vetëm ke top standard. Ndiqni edhe në Instagram, aty keni gjithçka që ju duhet për modernizimin e banjove tuaja. Mos ju ndani, top standard. shkojmë në publicitet, edicion informativ dhe kthehemi në pjesën e dytë. Rikthehemi në Paso Live në këtë pjesë të dytë me Manushin, Sinematin, Zekon dhe Lorenzo Eminin. Kemi dhe në linjë telefonike Lenida Alilaj. Mirëmbrëma. Departamenti i Medias në Federatën e Futbollit që do na thot disa detaje për shitjen e biletave me Serbinë dhe kampionatin evropian të 17 vjeçarëve që fillon të hënën në stadiumin kombëtar. Nga do ta fillojmë Lenida, si do? Nga do një Ta fillojmë pak me biletat. Ta fillojmë pak me biletat një herë. Sot po lexoja një artikull që ka 50.000 kërkesa. Na thy pak zyrtarisht sa kërkesa kanë ardhur në Federatë për ndeshjen me Serbinë. Deri ato kërkesa kanë ardhur për kompaninë Ticket, që është kompania që menaxhon shitjen e biletave, edhe të paktën deri rreth orës 11 që e kemi kontrolluar në punë ishin rreth 1.2 milion page views praktikisht, edhe mbi 50.000 kërkesa individuale, që do thotë secili prej tyre që ka aplikuar për 4 kërkesa. Për 4 bileta? Në këtë rast rezultonte. Domethënë kërkohen 200.000 kërkesa. 200.000 bileta kërkohen në këtë moment. Për një kapacitet 22.000 spektatorë, besoj rreth 22 është stadiumi. Domethënë 200.000 dhe mos gaboj e drejta për të kërkuar bileta është deri në datën 30 maj. Domethënë janë dhe duhet të jenë dhe 14 ditë edhe 2 javë të tjera. Po, edhe sepse e kam parë shumë komente dhe shumë shqetësim në përjet. Ta shpjegojmë pak procedurën. Pastaj në datën 30 mbyllet ky linku i aplikimit dhe bëhet një shorte me fituesit. Domethënë kush do jetë njeriu që do e fitojë biletën. Pak a shumë në këtë mënyrë sa bileta do akordohen në këtë mënyrë. Domethënë sa përqind e stadiumit pak a shumë mendon që jepet në këtë mënyrë. Se besoj pjesa tjetër do ketë edhe jo sponsor gjëra, domethënë siç ndahen biletat gjithmonë, apo jo? Numri biletave në shitje sa janë do thuash. Domethënë bileta pjesa më e madhe e seksioneve të stadiumit do të jenë në shitje dhe nga ky shortesh është bëhet me një program kompjuterik i cili bën një përzgjedhje rastësore, është një formulë shumë e njohur, besoj shumë sa shqiptarëve janë njohur vjet me një shortet të tillë me biletat e Europianit. Po, biletat e UEFA-s po. Përzgjedhje rastësore. Për sa i përket numrit nuk është një numër specifik sepse e para janë dy çështje është një çështje për diskutuar, është çështja e 20% të stadiumit i cili me cilin jemi në diskutime me FIFA për të negociuar nëse mund të kemi ai 20% që është dënuar ose jo, sepse ekziston për dënimin. Ekziston një lloj klauzole që ne mund të një lloj sugjerimi që ne mund të çojmë tifoz në atë seksion që mund të jenë nga grupe vulnerabël, mund të jenë fëmijë, mund të jenë gra etj. Kështu që mund të jetë edhe ky opsion. Po sigurisht ata do të ishin bileta të dhuruara në këtë rast. Po e kuptova. Domethënë 20% nuk del në shitje domethënë nga kjo pjesë. Kjo ajo pjesa e dënimit. Ende është për të diskutuar, nuk është akoma finale. Edhe një gjë tjetër, sepse pati janë të sponsorave siç e thëti lojtarët, stafit etj. Po. Pati dhe një artikull që po lexoja pak në rrjetet sociale në lidhje me një bllokim për tifozët e Kosovës, apo kjo nuk është një gjë e vërtetë? Jo. Domethënë që një shqiptar nga Kosova mund të futet në link të aplikojë dhe të marrë pjesë si një shqiptar i Shqipërisë? Patjetër që po, kush e ka kontrolluar linkun, shikon që aty thjesht ti bën përzgjedhjen e seksionit të biletave ku ti do biletat, edhe më pas vazhdon me nëse ti ke një account në Ticket, bie që janë të dhënat e tua standarde, emër mbi emër, qyteti nga vjen, etj, adresa emailit, e njëjta gjë, nëse nuk ke një account do e hapësh një account me po këto të dhëna dhe nuk ka asnjë lloj penalizimi nëse ti je nga Shqipëria apo nga Kosova. Kështu që ne kemi bërë një reagim zyrtar për këtë gjë. Po e kam parë që ka pasur komente të tilla edhe në lidhje sot pashi këtë shqetësime në lidhje me momentin e aplikimit, sepse duke qenë se është hapur deri në datën 30 maj, nuk është se ka ndonjë përparësi për ata që kanë aplikuar dje apo shorteu i merr të gjithë, nuk ka rëndësi koha kur ti bën aplikimin. Edhe një gjë, tifozët kuqezik kishin bërë një status ku thoshin që ata që janë regjistruar në klubin e tifozëve të kombëtarës e marrin biletën të garantuar. Është e vërtetë kjo gjë? Po, është e vërtetë, edhe për këtë kemi bërë një reagim zyrtar. Ne para disa muajsh kemi paraqitur programin e tifozëve të kombëtarës, siç e kanë shumë federata të tjera. Sa tifoz ka ky grup? Ka rreth 1000 tifoz, 1000 e pak tifoz. Pra domethënë 1000 tifozë kanë sigurt biletën.
Po, kanë në varësi të kategorisë që ata kanë zgjedhur, kanë 2 bileta të sigurta nëse janë kategoria bazë dhe kategoria silver, dhe kategoria gold ka 4 bileta të garantuara, gjithmonë nëse do duan t'i blejnë, sepse nëse ato nuk duan t'i blejnë, mund të jenë të lira ato bileta. Mirë, pra domethënë linja e federatës dhe politika që po ndiqni është që tifozit vit drejt atij klubi të federatës ku ju i keni më shumë në kontroll. Edhe një gjë tjetër do të pyesja. Shumë pyetje drejtore, torturove got. Po pse ka pa qartësi? Edhe një gjë, ky sistem që po bëhet tani me Serbinë do bëhet në çdo ndeshje, pra do jetë në çdo ndeshje me aplikim dhe me shorte apo po bëhet vetëm për këtë ndeshje? Nuk është një vendim final, kjo është parti vendim, duhet që se kjo ndeshje ka pas interes të jashtëzakonshëm, siç dihet. Normalisht në shtator ne na presin ndeshje të tjera dhe duke u parë dhe interesi i ndeshjeve do të vendoset se çfarë mund të bëhet. Me siguri një gjë e tillë do të ndodhi edhe për ndeshjen, mund të ketë interes të lartë flas për ndeshjen me Anglinë po ashtu. Kështu që do të shikohet dhe sa funksionar si do të jetë mekanizmi, si do të funksionojë në këtë rast dhe sa feedback do marrim në fundit. Edhe një gjë të fundit pastaj Manushi nëse ka një pyetje të fundit. Tifoza serb nuk do ketë atë ditë. Vera kishim. Jo, Serbia është dënuar. Serbia është dënuar që nga Nations League, kështu që e kanë nuk sjellin ata që. Et Manushi nëse keni gjë për të thënë tifoz në Serbi. Drejtoresha? Do të thënë tifoza shqiptar do ketë në Serbi ndeshjen e kthimit? Ne jemi të dënuar. Nuk është ende ndonjë, nuk është dhënë ende ndonjë tani tillë, sepse duhet parë edhe sjellja e tifozëve tanë. Do të thonë doja në këtë rast jo të flas si pjesë e federatës, por në përgjithësi si një tifozë që kam qenë gjithmonë në stadium që ne jemi pak a shumë nën vëzhgim për sa i përket sjelljes së tifozëve, sepse ka pasur gjithmonë herën e fundit kemi pasur korre raciste për të cilat kemi marrë dënim edhe ndeshjet e kaluara, kështu që ta kenë parasysh dhe tifozët që ndoshta gjatë kësaj ndeshjes mundohen të kontrollohen paksa, sepse mund të penalizojnë kombëtaren tonë për ndeshjet e ardhshme për të qenë pa tifoz, qoftë në ushtim, qoftë në shtëpi. Keni gjë tjetër për këtë ndeshje apo kalojmë pa çameraqesh mund të kemi për këtë ndeshje, çfarë papritur mund të ketë ndeshja me Serbinë këtu? Ku duhet fokusohemi? Unë besoj që siguria do jetë shumë e lartë, njësoj si kush ka qenë në stadium në ndeshjen e Conference Ligës, është parë që është bërë një kontroll goxha i mirëfillt në atë ndeshje, në lidhje me kartën e identitetit, do duhet të kenë kartë identiteti ose pasaport ata që do të futen në stadium. Sigurisht do shmangen këto metalet e rënda, si për herë, domethënë ndoshta këto pajisjet elektronike që për të konsumuar cigaren, çelsat etj. Çdo material që mund të dëmtojë lojtarët qoftë hidhet. Edhe këto gjë duhet të kenë parasysh dhe pse jo të vinë ta shijojnë si ndeshje për suportuar lojtarët, jo për të Kishte një drejtoresha kishte një status shumë të bukur njëri në Facebook sot, që drejtori e thotë se unë harrova, ai që thoshte për shorti, si mos besojmë ke shorti i federatës kur kemi besuar zgjedhjet e ndershme të Edi Ramës. Si do sepse gjithë ky shorteu është çfarë do komentoje për këtë? Se do të gënsomi çik tani ti. Iku. Ja më jasë nuk i gra. Jo, është tani për diçka që nuk ka ndodhur akoma, është e vështirë që të thuash që do të funksionojë dhe do të jetë. Denida, kujdes se është pyetje me spec. Nuk kanë vestim derisa ndodh. Në momentin që do të besoj gjitha përgjigjet do të marrin do të merren përgjigjet pas datës 2 që do të fillojnë njerëzit do t'i dinë që do t'i kenë biletat në duar. Lorenzo, kishe ndonjë çështje apo kalojmë te pjesa tjetër? Kalojmë më shumë pyetje se për bileta, për çmimin e biletave. Çmimi është ai që është për gjithë ndeshjet, mos gaboj. Është caktuar çmimi? Jo, çmimi është ka qenë për këtë ndeshje specifike në këtë rast. Ngjashëm me çmimin e ndeshjes se kisha parë 500.000 lekë bilet. Është e parë. Që gjithmonë është një treg i hapur që kërkesa përcakton pak a shumë ofertën, edhe në këtë rast në nivelin ndeshjes interesi i lartë edhe për këtë ndeshje ka një çmim tjetër, jo çmimi që ishte me Andorrën, po them. Me Andorrën, njësoj me Andorrën. Njësoj edhe ndeshjeve të kaluara në Nations League, sepse është kompeticion tjetër këtu. Normalisht në Nations League ka çmime të tjera. Por për ndeshjet e tjera do të shohim sepse në shtatorën tetor kemi edhe ndeshje miqësore, kështu që do të shikohet edhe paketa. Dgjoj, kam dhënë një pyetje, doja të thoja që kjo finalja e Ignatia me Vllaznin u përdorën akademitë për të mbushur stadiumin. Që të krijonin një pamje që ne s'na rezulton në këtë lloj forme, sepse kemi parë shumë. Një sekondë s'kam mbaruar akoma, një sekondë. Për një sekondë, se nxiton kaq shumë. Se nxiton kaq shumë, s'kam mbaruar akoma. Akademitë u përdorën për të mbushur stadiumin. A jepni një bilet akademive kur vin ndeshjet si Serbia, ndeshjet e forta të kombëtarës, që vetëm shiten bileta me online thoni ju. Po në fakt rezulton që ka shumë njerëz që kanë blloqe biletash nëpër xhepa, dhe sepse shiten online.
Jo, mua s'më rezulton në të lloj forme. Po je re akoma, je re, ti pa kohë ke që ke Apo tani filluar. mos e sugjestiononi ti jo burr. Po se është re, Po s'ka ndodhur kjo ndeshje, kur të çovësh ti bileta për këtë ndeshje, mund ta pyesësh gocën. Kjo ka ndodhur në të shkuar. Ti flet si ai, për shkak që thoshte ishte njëri aty para qendrës votimit dhe po shpërndante lekë për vlerë vota. Tani për çoj ke fakte, kemi një jetë të tërë që jemi këtu. Kemi arsye të Ne dyshim dim shumë mirë se ç'a ndodh me biletat. Tashi ju tani thonë jesi ai. Le tani. Jo. Po na tregon ti jesi ai. Shiko tribunën VIP si mbushë dhe që Rama i Ne kam një pyetje personale Lilita. U lodhëm këtu në Top Albana Radio për gjetur një foto tënde të fundit dhe na doli një me Kaçurela Bionde. Vazhdon ti jesh kështu? Jo, nuk jam me Kaçurela Bionde, jam Brune. Brune, ju lutem, Kloj, gjeni një fotografi Brune se kjo është drejtoresha e federatës, kështu që do të kemi Lenita, një të kesh hënën për. fillon turneu i U17-s, kampionati evropian. Na thy pak përgatitjet e fundit në shqetësim çfarë ka nga ana jon. Ndë që po shkon shumë mirë në fakt, ekipi jonë është i grumbulluar tashmë ka U17 trajnerit Tedesco, pritet të vinë edhe ekipet e tjera që do të grumbullohen në Durrës edhe në Tiranë. Të dielën në orën 13:30 kemi konferencën e grupit e trajnerëve të grupit A Tedesco, trajnerët të Gjermanisë, Portugalisë dhe të Francës që janë një grup me ne. Nesër më pas kemi konferencat e trajnerëve të grupit B që do të jenë para gazetarëve për të përgjigjur pyetjeve. Ndeshja e parë hapet është ajo mes Shqipërisë dhe Portugalisë, po. Në arenën kombëtare janë 4 qytete ku zhvillohen janë 4 qytete dhe 4 stadiume ku zhvillohen ndeshjet: Tiranë, Elbasan, Durrës edhe Rogozhin, në stadiumin e sapo inauguruar Arena Ignatia. Sigurisht që është e rëndësishme të ftojmë njerëzit që të suportojnë kombëtaren, të jenë në stadium, sepse këta lojtarë të cilët janë sot të U17 nesër mund të jenë të U21, mund të jenë tek kombëtari A që sot po bëhet nami për bler bileta, kështu që ta mendojnë ndoshta edhe në avans që të suportojnë ta të rinj që do jenë idhuj të sardh. Po ashtu janë ekipe realisht shumë të forta, të gjitha të shohësh më të mirët e Portugalisë, Këtu ka vend për këto akademitë që mund të jenë prezente. Nuk e di si është bërë Shqipëria qendra Evropës, Samiti, Europiani. Shumë klube të rëndësishme europiane, si për shembull Liverpooli, klube italiane, kanë kërkuar akreditim për skautët e tyre, që është hapur si proces akreditimi shumë kohë më përpara, edhe kemi shumë skautë të cilët do të jenë. Se marrin dot natë të Dukën, më sa mërzitë me Dukën tak fut punë njëri si ty, është problema, si Edi Rama, tak sa doni zonë mirë futi gonxhen. Tani bëja kërkesën Lenitës çka kishte për Silvinën. Lenita tani ki parasysh që të trajtohej me shumë dashuri sot sepse me datën kur luajmë me Serbinë, me datën 7 qershor do jem unë bashkë me Franceskën aty, po do doja të ma sjellësh Xhik Silvinjon me dashuri këtë. Po do vim me dashuri, do vim. Po me dashuri, po jo si të tjera. Do të thënë, hajde edhe një herë ke armiku i Silvinjo sepse do i shohësh që janë miq të vërtetë. Po jo më ishte ai herë fundit armiku. Jo, po se si riteve kuris, shumë mezi prizet tikte ke diti. Të falenderojmë për çfarë edhe një ngacmim, po edhe një ngacmim drejtorit fundit. Se 4 klasikës është tifozë me Real Madridit. Këtë vit Dajak kështu mirë domethënë. E meritoga këtë ngacmim. Më duket të zgjidhesh aty komentator Glenti sepse je i dizuar në. Karosi dhe juve. Ja, çdo tifoz i Realit kështu thotë. Dgjoj, ti si mendon, ky këto më shumë Petrin apo Jamalin sipas teje? Duhet se kanë ndruar dashurinë, ka kaluar nga Pedri te Jamali tani. Lenita, të falenderojmë dhe suksese. Punë të mbar me kampionatin evropian në ditën e hënë. Është një moment pra do jenë dhe në digital të gjitha ndeshjet e kampionatit evropian deri në 1 qershor kur është finalja këtu. Do shohim se kush do arrit të fitojë këtë turne 17 vjeçare. Është një test para atij turneu që do zhvillohet për 21 vjeçar, kështu që në thelb sepse unë i quaj këto si dhe qoftë evenimente të rëndësishme për futbollin. Asgjë nuk përmirëson plagën e futbollit vendas. Asgjë nuk na e heq si me magji hallet që kemi brenda. Po le të shohim minimalisht pozitivisht çfarë përfitojmë nga kjo. Sikur akademit, gjithë atikin atje të shohin të bëjnë. Domethënë këtu nuk duhet ta shohim më si një aktivitet që sjell vetëm të ardhura për zyra dhe ne natyrisht që zyrave i bie bara që të bëjnë një lidhje organike midis vendit që bëhet ull dhe futbollit vendas. Po mos ti zbresësh pak me këmbët në top. Të njoftoj pak diçka që të kuptosh sepse si është puna. Ai ke marrë vesh ti që u lutë 19 vjeçare dhe pati shumë dhomë. Po, finalja e Teudës me Tiranë ishte skandal i vërtet. Ti po fton që të shkojmë ke 17 vjeçarët, po shiko çfarë ndodh ke 17 vjeçarët, ke 19 vjeçarët, ke futbolli i vajzave Partizani Gramshi. Atje. E di, çka ka ndodh?
Tani ti këtë shpjegoj këtu, tani mos thuaj që shkoni atje shkoni. Po them që ma pastron kjo, po sa do pak ma lehtësoj më. Asnjë pashë një europian 17 vjeçar votor në një vend asjell. Na ke mësuar gjithë vitin. Edhe shpresë. Shiko, një minutë. Na ke mësuar gjithë vitin që ti ndjekim 17 vjeçar atje të futbollit këndshëm, të shikosh të ardhmen atje që vinë edhe që ashtu. Ti ja ke pret derën atyre. Ti ke votuar në Super League me anëtarët e komitetit që do luajnë vetëm tuajt, një me tuaj. Për çfarë do i shikoj ata në 17 vjeçëm? Ai kur të bëhet 20 vjeç ai nuk ka shans të luajë ekipet e para. Sepse do vinë tuajt, janë mbushur ekipet me tuaj. Ai ke pa, dalin 4, futen 4 tuaj, 4 lojtar. Ky s'është problema, ky është problem. Unë tani kur luajti Xhamali në Itali, gjithë komentatorët italianë dhe njerëzit me peshë atje. Mos merr me Jamalin se kjo na natron. Se thonin as në Itali një 17 vjeçar nuk do lunde dot futboll për çështje mentaliteti. Pra, dua të them që këtu çik mentaliteti, çik varfëria e futbollit, çik dhuna, ideja është kjo. A sugjerojmë dot se si dilet nga kjo gjë, se po të rim në llumë. Po pse më ti, pse më buton shkohet ke 17 vjeçarët, mbushin stadiumin se po bëhet evropian në Shqipëri, hajde shikoni Giron, ke pati Giron. Ore, Giro Italisë që erdhi këtu. Një vendi si ky kam pat ciklizëm 20 vjet kam pat ciklizëm. Edhe Tour de France, edhe Giron Italisë, edhe Vuelta në Spanjë. A ke pati unë këtu pash më shumë policë se pash njerëz? Aty të shtyn njeriu, aty të jep ujë tjetër, aty të tupe. Këtu edhe kur erdhi kombëtare ata shpar, këtu boshatikën rrugët. Edhe kur vjen Xhiro, më shumë polici se sa njerëz. Ore është festë ajo, është festë që shkosh. Ta them pra, ta shijojmë si festë po them pra, këtë po them. Po dua të them. Është nga mosdituria e vetë. Se ku ti shpjegoj një gjë, atë bëjnë policën si dihet thotë, mos ton dalo. Për një gjë që nuk e di. Si kalonin njerëzit aty ke kisha ortodokse për plasme. Se kemi kulturën e Xhiros sa të dy, sa të kemi të dy se ka populli. Se keni ju të dy. Ju të dy se keni, unë e kam. Po jam ignorant, unë kam sa ty. Ore po daloni pak o burr, daloni një sekondë, t'ja shpjegoj pse s'morni vesh fare. Unë kam ndjek rrethin ciklistik, në emër të një gazete. Me mua ka qenë Ahmet Shari. Me mua ka qenë gazetari tjetër i Zërit Popullit, tjetri. Dhe neve hynim në Shkodër, mira njerëz krijonin tunelin me trupa njerëzish. Shkonim në Durrës, mira njerëz, shkonim në Burrel, mira njerëz, shkonim në Korçë, mira njerëz. S'kishte polici, kishte tifoz ciklizmi. Tifoz ciklizmi. Po mirë, këtu pash vetëm polici. Tani veç të ka bo galeri Goga Filizis. Dhe mi që thoshin çfarë është ky? Këtë po them. Një minutë. Pse s'kthehemi aty ku kemi qenë? Pse s'kthehemi aty? Se kur e bën organizimi shteti, nuk e bën federata, çu do të psosh? Se federata s'e fare loj. Se federata loj fare. Si ti jet kur s'ka sportist. A do jenë njerëzit atje? Do jenë njerëz vetëm këtu ka Palencin bulevard. Tas pash garën. Shko shive në rreth e garën. Nuk kemi garë ciklistike më gëzim, jo, s'kemi garë ciklistike në Shqipërinë. Po mi, për çfarë e bëjmë këtë impak? Po mi, nuk e bëjmë tani që të përfitojmë nga ciklizmi, e bëjmë vetëm për turizëm. Do vdisnim që ta lindë një gjë për ciklizmin, patjetër. Siç do donim që ushtat meta, kjo është njerëzit ishin të interesuar në ato 3 ditë. Pati një lloj interesimi, shkonin, të futeshin, shikonin, çfarë ndodh, si është, si s'është. Tani Tirana po bëhet qytet bicikletas për 1 milion arsye. Që organizimi i Xhiro është jashtëzakonshëm. Masi harxove 8 milion euro për Xhiron që të vinë në Shqipëri, jepi 3 milion ciklizmit që të ngjallen në Shqipëri, se është kartolin, i tregoke Shqipërinë nga sipër dhe nga poshtë. Pse do më pa vetëm ciklistë uj? Shif dhe ciklistët tuaj. Jep 3 milion ciklizmit. Se është kartolin. Disa frika nga këto legë që jepin Xhiro se shkojnë këto zyrat edhe përfundojnë për hoteleve të sy. Po pse kush shkoi dot të Xhiro Salis? O Edi, reklam më të mirë. Për Shqipërinë. Për Shqipërinë, Xhiro Salis është private. Mbaroj për jam dakord. Unë e kam parë Xhiro, e pash 2 ditë këtu, e kam parë dhe te Raj Duaj, e kam parë vetëm për një qëllim, për të parë mënyrën se si ata i shpjegonin çdo vend. Ata u kapën me ata na thanë, unë mora ty mora vesh sa kisha 4000, nuk e di nga italiani mora vesh atë ditë. Ne shumë vende nuk i di më Kisha 4000. Tani që do i vizitoj se bëra kurioz. Po krabën që ja kisha marr malli. Po kraba sa e bukur ishte nga lart. Kraba nga 2 metra veta se ka filluar gjallërimi atje. Se ju kanë marrë malli pse nuk keni shkuar krab më. Jo, çikon në tunelin s'kam kalu për zonë. Më çfarë? Pasi ke kalu ti? Unë kam kalu para 3 muajve në krabësh. Një fjali o Edi për Kisha me raks, ishte asfalti se mos mozoshin çunat. Po ç'në krafti para 3 muajsh? Po krabës është bukur, aty ku s'kalojnë makina të tjera do kalosh ti. Aty ka natyrë ke Aty drejt, është bukur, aty ka natyrë, s'kalojnë makina më. Një fjali për kampionatin U17, edhe unë e shikoj ashtu si ty që kampionati U17 evropian, duke ardhur këto ekipe, Gjermani, Francë. Po më jemi prop këtyre gjërave, po. Ne ai është si përfitojmë nga kjo, këtë duhet të këtë mekanizëm duhet ta dim, duhet ta na e thon të tjerë. Po pra diskutimi këtu. Po jo ti jemi kundra gjës. Po si kundër, si mund të jesh kundra asaj gjë? Po pra qartë, okay. Po jo mos si mund të jesh, ore. Ore kundra nuk jemi organizimit, jemi kundra urdhrit me mbush stadiumin. Ta mbaroj një sekondë. Se është nuk është mirë, nuk është keq mirë Franca. Edhe një gjë, në gjithë botën U17 me kështu mbushet, se çfarë do mbushet? Me akademi, me shkolla. Po shumë i mbushit, kush do shkojë?
sekondë ta mbarojmë. Ta themi gjë. Futbolli i vajzave, ke pati se ç'a bëhet në botror, se sa është koeficienti. Po ka kulturë tjetër më Gzim. E pa të shpjegoj pa kulturën tjetër. Një sekondë. A e the vetë që ke 19 vjeçare ndodhi rrëmuja, uzinat e bëri skandal. Ajo ishte pamje të mërshme. E të mërshme, pamje të mërshme. Po më dakord, po pse para të bëj futet stafi, futet gjithë tifozët që ishin aty. Gjithë vitin ashtu më. Ajo ishte i ke gjithë vitin ashtu. dorëzohesh para Ka sa një ngjarje. që kur është bërë kjo e finalja e Romës këtu e Conference Ligës, mbaj mend dhe kishim një kiosk, që qëndë ti bashkë me ne të Top Albania Radios mund shesh. Që takuam Karezën, ke qenë ti Gzim atë mëngjes? Po ishte. Ishin gjithë. Që atë ditë, domethënë, sa u bën 3-4 vjet? Një 2022, 3 vjet. 3 vjet. Shoh një trajektore shumë interesante në raport me Italinë në shumë drejtime. Të turizmit italian në Shqipëri, të emrit të Shqipërisë në Itali, të rritjes së dinjitetit të refugjatit shqiptar në Itali, ma thonë dhe njerëz atje nuk është më si dikur. Shqiptari nuk shihet më si njëri ke stacionit trenit që pra ka një përmirësim të ndjeshëm. Ndoshta ka filluar çik më përpara, me Lorikët, me Iglit, me Kudiun, me Kledi Kadio, me gjithë këto histori. Por në Itali ka ndodhur një gjë shumë e vrullshme. Kjo gjë ka ardhur pak seriozat gjithë. Kjo xhiro e tanishme, patjetër që shtoi peshën specifike të gjës. Me Italinë, kjo gjë po funksionon edhe në këtë aspekt, por ne duhet i gëzohemi kësaj. Jo Edi, po ne ama vetëm një diçka, sepse unë ta thash nuk e mbarova dot. Ne nuk kemi bashkëpunues për, unë e pash diçka Ne si njerëz. Ne si njerëz. Tani dal nga dal do ta arrish tani të jo ta shijosh, aty ke ciklist më të mirë botror, dhe ti që tenton të futesh mes për mes se ti do mbarosh hallin tënd. Dhe e di kush je, madje mua më ka bërë Gjiro dhe në Itali paralizon zonat ku kalon. Paralizon kanë alternativa, po. Ka një sekondë, o Glen. Tani unë se po kaloj nga Giro d'Italia te U17. Unë kam arbitruar vetë kampionatin U17 kur kam qenë arbitër. Si mbushen edhe jashtë, edhe unë kur kam qenë nuk mbushen stadiumet. Po sot çfarë është? Por ama, me mbushin me kështu me akademi dhe ande, kështu i mbushin. Ktu tani se si do mbushen me akademi, do ishte shumë mirë. Shorcikava le të vinë akademi. Stadiumi këtu 20000 vet, apo si do ta mbushin, me këtë ta mbush. Ku ta gjem vinë akademi, s'ka asgjë. Dhe aty është edhe një lloj shprese për këta fëmijë që janë, që shikoj lojtarët. Ti prezantoj një gjë shumë serioze mikut ton Zeko që na vjen radhë për mall. Me klinikat më moderne në qytet, në Shqipëri dhe në Ballkan përsa i përket syve, Universal Eye Hospital me doktor Nadon Qafër. Jo vetëm tek syzet, po çdo problem retine dashur miq që e zgjidhni aty. Kishim bën një reklam ata më emin super fare, se si një çun me syze gjithë jetën bullizoi dhe e dashura e vet, kur po puthej me atë, i erdhi çikavull ke syt dhe i tha, e mori për dorë çeke doktori. Dhe në atë moshë i erdhi vetë besimi dhe dashuria. Kloj vazhdo me publicitet sepse na donin publicitet dhe rikthehemi, flasim pak për flamurtarin që rikthehet superiore. Pjesa jone e fundit në paso për sot, flasim pak dhe për flamurtarin, këtë rikthim të rëndësishëm të vlonjatëve pas 5 vitesh, mos gaboj, 5 vite që rikthehen në superiore. Do jenë një kundërshtar i fortë tani sepse rikthehen me qëllimin që të rrinë apo jo. Kjo është, besoj se ky është objektivi kryesor. Edhe pse përtej pra traditës dhe historisë që ka flamurtari, shumë e rëndësishme të kuptoj që pas 5 vitesh në karinën e parë nuk është kaq e thjeshtë ti jesh në superiore. Ti ke marrë ndonjë ofertë për të qenë pjesë e klubit apo jo? Ja, un kam një marrëdhënie të afërt me presidentin Sinani, miqësore më tepër. Nuk kam marrë ndonjë ofertë tani, kam pas një marrëdhënie dhe një bashkëvendim për të qenë afër klubit më përpara, tashmë. Kush do jetë trajneri vitin tjetër? Kush do jetë trajneri? Lorenz dihet? Vazhdon me Pollozhan. Po, absolutisht. Po, është një figurë. Nuk do ketë ndryshime domethënë. Është një figurë e dashur. Po. Figurë e dashur si për presidentin, si për klubin, edhe për faktin sepse ka qenë ai themi arkitekti për sa i përket ekipit, së bashku me trajnerin italian. Po. Por ai ka qenë arkitekti i formimit të ekipit. Lorenz, kishe pyetje? Jo, ideja është flasim po. Jo të flas barozeve. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që kampionati ton Superligës i duhet një ekip si flamurtari. I duhet një ekip si flamurtari. Po i duhet projekt, absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme. Po hyj me një logjik tjetër flamurtari këtë radhë pyetjet e mia. Po hyj me një logjik tjetër. Po investon për të futur në tregun e futbollit siç i takon emrit. Po investon presidenti për të bërë blerjet e dura, sepse kanë frikë që nëse hyn me idenë e kursimit për të kaluar një vit e përtik. Me këtë formulë
Ç'ke pse fare? Me sa një unë asnjë. Final Fourin aty rri. Jo, jam dakord. Formula është e rrezikshme. Është e rrezikshme. Është e rrezikshme. Jam dakord. Se janë 10 ekipe dhe 2 zbresin, kështu që ta shket çik këmbë ige. Ky është apelim, ky është apelim. Financat i ka ai Sinani. Absolutisht, ky është apelim po që kam për presidentin Sinani sepse dashur patjetër që financat janë, do ketë edhe një projekt për sa i përket afrimit të disa lojtarëve të rëndësishëm për të qenë një ekip kompetitiv, por nga ana tjetër duke njohur edhe karakterin natyrën e tij që është pak jo jashtë apo kundër mënyrës se si zhvillohen edhe këtyre elementeve të tjerë të kampionatit ton, mendoj që se zbutet ai, se kur vjen momenti zbutet ai. Jo, për sa i përket projekt stadiumi familjar. Tjetër ka thënë që Pan Stoka në linjë, mi mbrëma. Mi mbrëma. Urime. Për çfarë? Ja ta fillojmë. Për parti. Ka shumë tema që dua të diskutojmë. Po të rëngam, ti vëmë radhë. Me kontarën parën. Dëgjojmë se me kontarën, për kontarën. Po, për kontarën, po. Me që kemi dhënë me Serbin. Po. Është të mërshme që me një rrogë normale 500.000 lekë që kanë shqiptarët, rroga mesatare në Shqipëri, dhe bën aq bën një biletar ndeshjes. Që ke bërë qeverisë tani po shoh. Ç'është kjo? Si qeveria. Aq ishte edhe vota thonë, edhe vota aq kushton ka lidhje qeveria. Jo. Vota VIP. Mos tallemi. Serios, jemi serios. Njerëzit votojnë në mënyrë të ndryshme, e din këtë votojnë nga ana tjetër. Mbaroj, nuk do duhet ky diskutim. Olla. Rike kontare. Përpara Shqipërinë sot erdhën 81 lider botror. Kush i kanë mbledh? As Kroacia si kanë mbledh. As Kroacia. Po ta thoshme, ai do të panë Skënderbeu. Tani, të kërkoj ndjes që po të ndërpres. Kosta që kemi në emision, tha mu bobo çfarë bëhet në Kurbin, tha çfarë bëhet? Bo ta ka plasën e kumë. Po çaj dashin çfarë bën? Vin tha trokasin ta çalli kini, tha jena pa punë pa gjota, nani tha nga 200 euro secili, tha vet dorën këtu tha ke te Kurani. Po ti tjetëri tha ne na kështu tha duam të fillojmë punë filan vend. Vop merrshi ministrin telefon tha direkt hapeshin dyert e ministrisë. Po kostë që s'ka Kur'an. Po Kosta. Po kene thash unë zemër Tiranës, thash mirë ti anë në Kurbinin. Po zemër Tiranës thash unë. Vin të pyesin këtë dera, çfarë keni? I thamë ne ja kena një shok beqar, ka vite tash që s'po gjen grup. I sollën 3 femra me shkëndijë. Jo me kuqe një ashtu i thënë, "Kë dojta, na morën e zgjollën." Ushenë i tha. Pse do të do të bëj pushime tha në Kuba. Na biletën tha, bam. E kupton Kosta? Ti si Kosta. Tani ishte ballon tani Kosta. Hajde për Serbin, pse duket 500.000 lekë që jemi lart tani për vipin ti. Kontare ka pasur 2 tipa grupe, ke tifota kuqezi, ja shqiptarë edhe Klita dhe Kosovës. Sepse në gjithë karrierën tonë futbollistë që kanë tifota kontare. Mund ta diun për çfarë do të zëvendësosi, për çfarë i zëvendëson ti me tifotat e kontare, fare. Ti reklam në çdo stadium tash që janë bërë federatat në Final Four, tifotat kontare tifotat. Ti kishe tifotat. Për çfarë i zëvendëson? Se s'pëlqen ty, se do të kritikuan ty. Po se u thosë nuk më bën sens fare. Te çfarë është kjo se kuptoj, te çfarë është ky zëvendësim? Jo. Po pra. Tani që tifozat drejta sa po shkon, tifozat kuqezi po largohen nga stadiumi tani. Shpire ka, ti kishe vetë kontare. Ata ishin vetë kontare. Dgjoj, kjo është skem, sepse në kampionat largimi i tifozëve vash derisa u bë shtatisën, këtu erdhi përmbar. Tani, të vetme grupe që i ka dhe rebele, i ka dhe kundra, zëra, janë tifozat e kombëtarës. Dhe ai i largoi sepse u morën me të. Hodhën barbulla kundër presidentit. Edhe ai tani dënon ato, i dënon individin, dënon atë. Tani kjo është një lloj diktature në sport. A ka një vend tjetër, federat tjetër në Evropë që mund dënoj tifozët që mos shkon stadium? Si dënoi federata më gjithë. Me dënoj ai vet. Jo më dënoi FIFA për atë punë. Po çfarë FIFA është tani dënoi federata. Si smerë? FIFA me tifozët. Po patjetër më. Po FIFA po ta di çan do këtu, nuk e bësh ta bëj veçare këtu. Nuk e si Jo, organizim. tani dënoi po jo. As do t'ja di fare. Ai dënon ai. Delegati ka bërë relacionin që ka pasur kohë rastiste. Pa shkrimin unë, nuk është shkrimi delegat, është shkrimi presidenti. Po mirë gzim. Aty më auto. Aty më auto. Tani pse sa dënon Stoka. Ishte njerëz. Mos u vendosni. Stoka. Na fal. Tifozat e Milanit, që është kurva sud që quhet në Milano, tifozat, kritika të pafundme kundër Berlusconit, nga asnjëherë nuk bëri Berlusconi të butoj që bëna Manduka. Me tifozat. Ramet pas tot për Berlusconin. Shumë era me Berlusconin. Asnjëherë. Ai Barone është i Barone quhet Capo Ultras i Milan. Mos merr kështu shembull se në Itali tifozët janë Capo Bandash në Barone merret me tregti tjetër. Merr tani shembull. Që kanë zaptuar stadiumin. Në sportin me gjëra të tjera. Në Itali kanë marrë peng stadiumin ata.
Tano Itali lutem, është problemi i madh. Ka një pak listën për fundimtaren. Vend parë Blendi Gonxha, vend dytë. Vend dytë Arion Braça. Vend tretë. Vend katër Ervin Hoxha. Vend katërt. Në vend katër Fabir Xhafa. Vend pestë. Orlando Rakipi. Vend gjashtë. Se dy janë femra. Është pastaj po janë femra të Shatila Dena, Ministria dhe Brina Gjylameti. Çfarë emra është këto që na the se ti mund të pyeta për çfarë? Se çu për gjeti për çfarë? Pa pyetur për çfarë. Tani pse ana këtë provokim tani? Ti më të pyet, me të thënë 6 ekipet e para Premier League ti nuk e di. Liverpool do të them tash për atë punën e Krabës, se pa me dy ditë Italia që do të ishte shumë bukur Kraba. Unë i bëj specifike Juve gjithë të cilin aty në studio. Janë dy Alessandra shumë të mirë, s'po të më emrin. Po më kanë thënë që merrni të gjithë çuat e procesit të pasos, për puna të freskë. Aty mund të hajmë puna shumë të freskë. Çka ka tjetër aty me çaj bëj me qulla me jufka? Si doni Juve, si dush. Po çfarë mërsire bën ato që përshtuarin që e pjekin sipër fort që bërë kërci? Si quhet? Qumështore. Qumështore, aty na ke. Do ikim atje se Giro d'Italia po na hap syt po shohim vendet tona. Solinë tash të Partizani. Partizani duke qenë se kjo formulë nuk ka mënyrë të investosh pa fund, ka investuar gazemin gjithë vitet. Partizani tash më në futboll dhe akademisë të Partizanit. Pra, edhe në që me Dinamo, nëse e pat, po. Shkojtarë të akademisë, që është Tedi Malaj, që ishte 17 vjeç, është Vata, që ishte 16 vjeç, është Qipi, Çuni Geriçip, Çuni Geriçipit para 17 vjeç. Super. Pra Partizani nuk do investoj më me lojtarin e Afrika, që të gjitha ekipet e tjera i kanë mushë afrikan, pra Partizani do rikthehet akademisë. Në fund është gjë më pozitive dhe presidenti do presidenti me ndihmën e trajnerit Gega. Pra Gega ka kërkuar që më mirë investimi bëhet te akademia, futbollit akademisë, se ta marrim me ta të fuaj kod me pagat shpendorish të larta, pa lidhje fare. Edhe një pyetje të fundit para se të ikësh, Milani do ndroj trajnerin apo jo? Ka ikur trajneri. Ka ikur. Nuk ka ikur. Milani ka pasur top. Po mos e bëjnë ato finale skandaloze, ta luajë finale ashtu nuk e di. Është fajin trajneri. Çfarë po ndodh me këtë Milani valla? Tan Stoka, faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim ju. Përmendim pak fundjavën në digital sepse kemi disa evente shumë të rëndësishme në Premier League. Sot fillon me Tanit, si tifoz i Milanit, Blendi duhet t'i thuhet se edhe ti si simpatizant i Milanit, që Iglitare është në krye klasifikimit për të bërë drejtori i Milanit. Ka pse po vonon me këtë histori, vazhdojmë prap. Me sa ka marrë vesh informacionin e fundit dëgjovat sot. Jo. Dëgjovat sot ke Sky, do thonë që Iglitare është në krye klasifikimit për inshallah. Inshallah për neve që ta e ke do ishte ideale po. Fillojnë ndeshjet e Premier League-s sepse luan Aston Villa, Tottenham, Chelsea, Manchester United. Janë ndeshje shumë të rëndësishme për zonën Champions, që është një objektiv i hapur. Luan sot Tottenhami dhe Manchesteri sepse të mërkurën do luajnë finalen e parë europiane në Bilbao, në San Mamés. Atje disa ishin Tottenhami me Manchester City. 100% ishin çmimet në Bilbao. Çmimet e hotelerisë, se vinë anglezët bëhet nami. Vinë anglezët bëhet nami. Ka shku bira 20 euro. Dëgjoj. Kto që tregoni ju janë prava. Nesër është finalja. 5 ditësh pash një nga këngëtarët më të mirë në botë, Milano, dhe biletën e blen 120 euro. Ju pastaj tregoni prava sa doni. Nesër është finalja. Dëgjoj Rod Stewart. Se Manchesteri është. Nesër pastaj është finalja, Crystal Palace Manchester City, finalja e FA Cup. Po shihmo ç'a ndodhi, më çfarë ne kushtoi këtu, më ç'a. Na e prezantova patjetër. Kjo është kolega e re, Sofi Cotafano, jam bashkuar sot herë me Stian, që kam qenë edhe dje. Si duket eksperjenca këtu? Shumë mirë. Erma ç'kemi? Mirë. Unë tani kam një teori shumë të shkurtër për të bërë për ndeshjen e fundit Barça Real, se ti manush nuk e di se ishte në mungesa, por Glenti, Lorenzi dhe Sinemati më kanë dëgjuar mua duke thënë komentimet e mia të reja për futbollin, sepse ka filluar të bën fanse rregull. Çfarë thotë ti? Dhe si ka mundësi që Reali nuk do ishte në formën e vet më të mirë nëse Mbappéja s'do kishte bërë ato 3 golat që bëri? 2. 3. O zotri Kërkazën, ja ku i Ti thua si ka mundësi që Reali dobët? Jo si ka mundësi, por që Mbappéja. Po pra, se bëri 3 gola dhe s'doli më i miri. Po, edhe Reali tash ka filluar dhe të quhet var drit, me që varet shumë prej varit. Dhe ato po mendoja domethënë që Reali është e kaluar, më mirë merrem me Barcelona tani, ajo është e ardhmja. Me shatarët. Edhe pse ata do ngrihen se po bëjnë investime të jashtëzakonshme.
Nesër, çfarë vendi do zërë Shqipëria te ajo? Nesër, unë Si ke mendoj që ka parashikimet? një konkurrencë shumë të fortë midis Polonisë dhe Shqipërisë. Domethënë ka një përballje shumë të fortë. Po, Polonia është shumë e favorizuar këtë vit me Ne mund të hymë në top 5 nesër? me Sesbon. Duhet jetë hera e parë besoj, ëh? Po, jo, nuk është hera e parë, ka qenë Ronan Ishliu që ka mbajtur vendin më të lartë, në vend 5. Vendi 5. Ah, po, okay, po. Por besoj që ne do jemi në top 3. Unë Top 3. ashtu mendoj. Po. Çfarë po ndodh me ne? Me shpresë. Ti për këpën tifo? Ju falenderoj gjithëve. Për Eurovision apo për Për futboll? futboll mi zemër, për Për futboll. futboll, them të drejtën se se ja them ndaj shumë. Çe kemi Tiranë. Erma, duhet ta mbash më afër. Po. Hajde, sukses në goca. Falenderoj me Zekun, takohemi të premten tjetër në paso, radha për lançon me Erma Micin.